Me mua në studio është një aktivist politik, ish ambasador Gjergj Deda, i cili do të na flasë më shumë rreth politikave të kaluara në vend, rreth ambasadës ku ai ka drejtuar, po ashtu edhe për gjendjen aktuale politike. Pse jo, zoti Deda? I faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodes. Me kënaqësi, ju falenderoj për ftesën. Me thonë drejtën, unë kam pas edhe fatin edhe privilegjin që t'jam pjesë e politikës që nga vitet e 90-ta, në në kohën kur i vu themelit politike të shtetit Kosovës, pastaj gjatë lufte, kam qenë edhe rëmbuje, kam qenë edhe nënkryetari i Parlamentit Kosovës gjatë lufte, edhe në periudhën e pas luftës kam qenë pjesë e politikës, pra nuk ka ngjarje historike që lidhet me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës këto 3 dekada që s'kam qenë pjesëmarrës dhe s'kam qenë afër saj dhe s'kam bashkëjetu edhe bashkëvepru me gjitha zhvillimet historike për lirinë e Kosovës. Zoti Deda, ju njihni edhe si themelues i lidhjes demokratike të Kosovës, pra prej të parëve ku është themeluar lidhja demokratike e Kosovës. Na këtë Kosova atëherë ka qenë një mënyrë nënshkrues për me themelu një lëvizje pluraliste, domon siç ka qenë, domon lëvizje politike, lidhja demokratike, mirë, por në vitin 91 unë kam themelu Partinë Liberale të Kosovës, kam qenë edhe lider i saj për 25 vite, një parti e cila fatkeqësisht para lufte edhe gjatë lufte ka qenë e vetmja parti politike e Kosovës e antarësuar në institucionet e Bashkimit Evropian, siç është Alianca Liberal-Demokratike e Evropës Meseli në Bruksel dhe Internacionale Liberale Meseli në Londër. Një mandat kam qenë nënkryetari 100 partive liberale të botës, që është Liberal International Meseli pra në Londër, dhe më thonë se partitë liberale të Evropës dhe të botës kanë qenë mbështetësit më të fuqishmet, domethënë për ndërhyrjen e NATO-s dhe për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Nuk du me përmend me emra, po janë njerëz kryesor. Edhe sot, aktualisht, e kije po ashtu liberal-demokrat ndër më të fuqishmet në Evropë, sepse edhe Kaja Kallas vjen nga familja liberale e vendit të saj, ka qenë ish kryeministre, tash edhe sekretari i NATO-s Mark Rutte ka qenë ish kryeminist i Hollandës, edhe ka qenë ish kryetari i liberalëve të Hollandës, domethënë i kam kolegë, kështu që liberal-demokratët në Evropë dhe në botë kanë luajtur rolin kryesor, domethënë dominant për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ndërsa në Kosovë, me fol për liberal-demokracinë, para lufte dhe në režimin e Miloševićit, ka qenë ma shumë se një avanturë. Ka qenë sepse Kosova ende s'është e përgatitur për me akceptu vlerat elitare të liberal-demokracisë, mirë po unë kam dashur me majt gjallë këtë frymë dhe tash më vjen mirë që atje është antarësuar edhe AKR e zotit Pacolli, edhe Partia Demokratike e Kosovës e zotit Memli Krasniqi. Domethënë, kam pas thonë dikur kur nuk besojshin se pa ardhur liberal-demokratët në pushtet, në Kosovë s'ka proces të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në Kosovë s'ka proces të antarësimit në NATO. Ashtu edhe ndodhi në një kohë kur Partia Demokratike ishte në krye të shtetit. Mirë po, tani si e shihni ju Partinë Demokratike pas këtyre zgjedhjeve të cilat dolën neve? Partia Demokratike është një parti e konsoliduar, ndonë se e goditur e rëndë, sepse themelues dhe lider të saj historik, si që janë presidenti Thaçi dhe ish parlamentari Veseli, padrejtisht mohan si pengje politike në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë në Hag, që është një padrejtësi me thonë shekullore, që do të marrët mend gjatë gjithë historisë, sepse është një goditje që ju ka bërë Kosovës, jo vetëm aty individualisht, por edhe ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe vetë shtetit Kosovës. Nëse mund të flasim se ka pas luftra të pastra, se mund ta quajmë një luftë pastër në botë, atëherë më thonë se lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë ndër luftat më të pastra në botë, ka qenë luftë guerile, pa organizuar, në situata domethënë vështira, trana, të okupimit, terrorit, dhunës serbe, ka qenë një vetë organizim për me mujt me vetë mbrojt
pragun e shtëpisë, familjet, me vetëmbrojt Kosovën dhe me i bë ballë atij terrori. Pastaj bashkë me NATO-n, me klasën politike, erdha drejt e intervenimi NATO-s dhe sot Kosovën e kemi domethënë qenë në qershor të vitit 99 si një vend të lirë. Ndërsa në vitin 2008 presidenti Thaçi edhe shpalli pavarësinë e Kosovës dhe unë më thonë se këto janë momente historike që do të shënohen me shkronja të arta në historinë e Kosovës. Pra zoti Dedaj përmendet se gjykatën speciale, punën që është bërë atje, kemi pa që edhe ju keni dëshmuar në gjykatën speciale pra në një periudhë, ku pate disa deklarate të tuja, si e keni pa ju gjithë procesin e gjykatës speciale? Shqyqa unë e kam thonë edhe atje, thamë edhe këtu, kam e thonë gjithmonë, pa marrë parasysh çmimin, dhe më thonë se ajo është një gjykatë politike, anti-shqiptare, raciste, dhe më thonë sepse nëse duhet me qenë dikush në Hagë, mu përgjegjë për krime, atër duhet me qenë ushtria dhe policia serbe. Edhe ata që kanë komandu me ushtrin dhe policinë e Miloševićit, sepse tash jemi në muajin prill, pak edhe në muajin prill jam edhe pak emocional, sepse me 27 prill bëhet 26 vjetori dhe vrasjes familjes time, 12 antarët familjes time, edhe është masakra Mejes me 27 prill, kur në Meje, në vitin 99, u vranë mbi 380 shqiptarë, duke përfshi edhe gra, edhe vajza, edhe fëmijë. Dhe askush deri më sot nuk është përgjigj për ato krime që më thonë kanë qenë kundër njerëzimit, për atë terror, edhe kemi me 300-400 masakra në anën e Kosovës, në anën tjetër merren ata që janë vunë mbrojtje të asaj popullate dhe të mbrojtjet të Kosovës edhe dërgohen në Hagë. Kështu që këta kam thonë edhe në Hagë, këta thamë gjithkund, interpretimet e spekulimet, unë nuk merrna me atë pjesë. Unë merrna me gjanat konkrete, të cilët i kam thonë midis Hagës. Edhe pse do më thonë, kam mujtë me pas pasoja, mirë po kam qenë aq shumë i përgatitun dhe shumë krenar, çfarë do pasoje, do më thonë që të kam vetëm e vetëm të thamë të vërtetën për pastërtinë dhe luftën heroike dhe epike që ka bë ushtria shqiptare të Kosovës. Ata burra, ata lider, e kanë vendin në Kosovë, pranë familjes tyre, kanë vendin në institucionet e Kosovës, sepse vetë mungesa tyre po shifet se ka shkaktu, dhe më thonë, turbulenca në skenën politike të Kosovës dhe ka zbe skenën politike të Kosovës, por edhe shpresojmë që sikur që kanë shku të pastër dhe triumfus, do të kthehen edhe ma triumfus, dhe më thonë shumë shpejt në Kosovë. Ne kemi pa shpesh herë që disa organizata dhe shteti sërb ashtu ka bërë trusni tek dëshmitarët, që t'japin dëshmitë e tyre të rrajshme vetëm se lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës të njolloset në mënyrë. Pa ashtu ka bërë trusni edhe tek dëshmitarët shqiptarë, pra. Ka raste, dhe më thonë, nuk jam kështu konkretisht në ndjeni me ato, sepse unë ma shumë jam përgjegjës për veti, për qëndrimet e mia, që jam shumë krenar që i kam bë, gjatë këtyre 35 viteve, që kam sakrifiku dhe jam martirizu dhe kam bë këtë që kam mujtë e që kam ditë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Kjo është aja që mban mu vertikalisht. Dhe më thonë, Haga është një histori e hidhur, një histori e pa drejt. Kjo është ma shumë e krijuar në bazë të dosjeve të shërbimeve sekrete serbe, dhe më thonë, të cilat janë të interesuar me njollos luftën e drejtë, thash edhe një herë, historike, të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe është krijuar me një mashtrim, se ata pa të thonë se jemi duke bërë gjykatën speciale për trafikim organesh, si kundër përgjigje të akuzat Dik Martit, senatorit Zvezdan Dik Marti, për trafikim organesh, gjoja se në mal atje me një farshpije që në ka bë transplantimi organeve, ato transplantimi organeve nuk po bëhet as në klinikat dhe spitalet më të sofistikuara në Evropë. Kështu që atërë kanë votu, të ditë se s'ka kur gjo për asaj teme,
dhe në fakt syrë vëtu, atëre ato akuza kanë ra poshtë, sikur që është pritë që do të jenë poshtë, sikur që do të binë poshtë edhe gjitha akuzat tjera edhe tashme, sepse ato janë ndërtume në bazë të sajimeve, propagandës, edhe dosjeve të shpifuna, dhe më thonë, të shërbime sekrete serbe, por edhe të ndoni shërbëtori, dhe më që është, dhe më Kosovë, që mund të ketë, unë nuk merë me ato tema, dhe më edhe mund të ketë, dhe më thonë, lajme, informacione të rajshme, vetëm për me njëllos, ata që është e pa njëllosme, prej Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, edhe tëri të lufta e Adem Jasharit, e ushtrisë shërimtarët Kosovës, me këta burra që janë në Hagë, dhe tjerë që janë në Kosovë, e shumë për tyre që kanë rrujet, janë lufta që na bojnë në jemi krenarë si popull dhe si kombë. Sigurisht. Përmendet zonjën Kallas, e cila tashmë po qëndron në Shqipëri në një vizit, më falni, ku po organizohet, po përveç Kosovës edhe Serbisë, ajo dha dhe disa porosi për dialogun, ku tha se duhet punohet më shumë për çështjen e dialogut. Pra, si e keni pa juve dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe si ju duket juve në sytë e ndërkombëtarëve që po zhvillohet ky dialog? Që dialogu, më thonë drejten, mendimi im personal ka qenë edhe kur është fillu, s'ka qenë dashur të fillohet. Sepse mas shpallës pavarësisë Kosovës, në 17 shkurt 2008, nuk di shka duhet na me folë me Serbinë për çështjet e Kosovës. Kosova e ka kushtetutën, ka ushtrinë, ka institucionet, është e njohur ndërkombëtarisht nga rreth 117 shtetet më të fuqishme dhe më demokratike në botë në krye me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nuk e di tash për shka duhet me folë me Serbinë. Na duhet me bisedu më shumë me serb lokal, që të bëhen lojal dhe të pranojnë realitetin e ri dhe shtetin e Kosovës, të integrohen në shoqërinë kosovare, të integrohen në institucionet e Republikës Kosovës, ndërsa me Serbim jemi si dy vende fëqinje dhe mund të bisedojmë për çështjet bilaterale, teknike, të shkembimit mallrave, të ideve, të lëvizjes lirë, të aeroporteve, të rrudhave, por për çështjet politike s'ka sens, as nuk ka kush ka me bisedu më, se çështja politike e Kosovës është mbyll de facto dhe de jure me 17 shkurt 2008. Hapja kësaj teme, kjo në kupton hapje dhe rinisje e problemeve dhe parakushte për konflikte të reja. Kështu që edhe zonja Kallas besoj që do ta ndryshoj strategjinë, edhe ka dhënë një mesazh, një sinjal, se duhet me ndryshu strategjinë e këtyre bisedimeve e stërgjatura të mërzitshme, që vetëm shka kanë kriju tensione mes dy vendeve tona fëqinje, mes Kosovës dhe Serbisë, dhe nuk kanë sjellë asgjë të mirë. Dhe unë mendoj se këtu duhet përfshihet edhe më shumë administrata amerikane, që bashkë me institucionet e Bashkimit Evropian, por edhe me NATO-n, dhe më ta përmbyllin çdo dilemë ose çdo çështje të hapur teknike, se çështje politike na skemi me Serbinë. Asnjë çështje politike të hapur s'kena me Serbinë. Ju keni shërbyer për shumë vite si ambasador, pra ndërka shkarkimi ju bë shumë shpejt ashtu si që ndodhi edhe për të gjithë të tjerët, po si e shihni juve punën e ambasadave të Kosovës në mbarë botën, duke përditur se tashmë për 4 vite kemi vetëm një njohje që ka ardhur edhe ajo e negociuar nga zotëri Bexhet Pacolli. Unë e kam vlerësu në 2021 në çështjen e shkarkimit 12 ambasadorëve, në mesin e tyre dhe timin, ku isha ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës Kosovës në Maqedoninë e Veriut, si një grushtet që ka bërë Vjosa Osmani, nuk e di a është kanë me dijenin, po s'besoj që ka qenë pa dijenin e Albin Kurtit. S'pëdu me përmend Duenikën, se Duenikën se ka vetë kush as nuk ka luajtur rol, ajo është kat veç. E merr një pagë aty si ministre, dhe s'ka luajtur asnjë rol, asnjë gjë pozitive se ka bërë për Kosovën. Dhe ai ka qenë një grushtet në diplomacinë e Kosovës, dhe pas na pas drejt, sepse prej asaj dite, jo që jemi shkarkuna, 12 ambasador. Po ka lënë Kosovën pa ambasador në qendrat kryesore të vendosjes.
në Washington, në New York, në Paris, në Londër, në Berlin, edhe në rajon, dhe më thonë, mos i përmend në krejt, e ka lënë dhe më thonë Kosovën pa ambasador. Edhe kjo është njësoj si me lënë aeroplanin pa pilot. Dhe më thonë, kjo është skandal, kanë bo skandal, dhe më thonë, ka bo për qëllimet veta personale, që më mujtë me popullu ambasadat me familjarët tëne, në rastin tim, Vjosa Osmani ka dërgu bashkëshortin e saj, si në ngarku me punë në vendin tim, ma në i zdisha ka që ka o bo, është tash një ambasador tjetër, mirë që është, edhe mirë pa ja ka qenë dhe ma në grështet në bi diplomacinë e Kosovës, dhe nga e ditë, diplomacia e Kosovës, nëse mund shërbena me fjallorin popullor, s'ka pa ditë. Dhe ma në ka qenë komplet kotë. S'ka bërë asë një njohje, asë një antarësim, asë një takim Shtëpinë e Bardhë, asë një takim në departamentin e shtetit. Shtëpinë e Bardhë për atë fundit është takue e ish-kryeministri Abdullah Hoti, që solli njohen shumë të rëndësishme kur ishte në takim me presidentin aktual Trump, domethënë nga Izraeli. Dhe për atëherë nuk kemi asë një njohje. Kosova domethënë s'kan mujt asë në Këshillin e Evropës me antarësu Kosovën. Ana para lufte, i këna antarësu partinë liberale, domethënë institucionet evropiane dhe botërore me full member, me drejtat plota, me drejt vote. Këta Kosovën, me gjitha kapacitetet, me gjithë infrastrukturën shtetërore, me gjitha mundësit financiare, s'kan mujt me e antarësu Kosovën në Këshillin e Evropës. Edhe me njerë ka qenë dash me dhënë dërheqje. Kur dështën, do të me dhënë përgjithësi, po këta nuk din shka dërheqja, në fakt regjimit populiste, kur nuk japin dërheqje, nuk njift një histori. Kështu që Kosova ka vetëm një njohje, edhe atë njohje të falendru ish president Pacolli. Njohin nga Kenia, që është njohje rëndësishme, dhe shpresoj që Pacolli të vazhdon, sepse ai ka ndikuar edhe në shumë njohje tjera paraprake, dhe me këtë qeveri, edhe me Donika Gërvallën ministrët jashtme, mund vjen keq që është kështu, çka unë po tham, po dhe 100 vjetë letrën e ministrë jashtme asë njohje për mes saj nuk vjen, se unë e një kapacitetin, e një moti, edhe aja më shumë është e prirur për skandale, për nërskomca, për brylla, për nënçmime, kështu që ashtu nuk bëhet politika, ashtu nuk bëhet politika nacionale. Ju përmendet presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministin Kurti, kam parë në disa postimet juja që e keni emëruar edhe si dyshja dështake. Se mendoni se ata janë dështak? Nuk ka ma dështak se, dhe më thonë, mërëna një mandati, 5 vjeqarë ka të përpot, se kanë qenë një vjetë për para zgjedhjeve 2021. 2 mandate, arrin, dhe më thonë, me i fitu sankcionet kundër Kosovës, me kriju kundërshtar të Kosovës, me e damtu imazhin e Kosovës në botë, me e damtu partneritetin historik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO-n, me Bashkimin Evropian. Mos flasim për dështimet në aspektin e diplomacisë, në aspektin e shëndetësisë, të arsimit, e çështjeve sociale, të infrastrukturës. Me qenë si jam pjesëmarrës, nuk jam unë turist në politikë, ardhen me avion mas lufte si azilant politike, kanë ardhen bo ministra, presidentja ka qenë në Australi, azilante politike, në rregull që kanë shpëtuar, kanë qenë atje. Unë po flas si akter i gjitha zhvillimeve për vitet 90. Unë nuk ma të mend ndonjëherë që ka qenë Kosova në pozitë më të keqe ndërkombëtare se për këto 4 vitet e fundit. Nuk ma të men asnjëherë që këta dështak që janë kryet shtetet Kosovës, edhe Vjosa, edhe Albini, edhe Donika, që na kanë bë ma shumë në herë njetë me ullë kokën kur shkojmë në institucionet e Bashkimit Evropian kur takojmë miq ndërkombëtar që kanë ndihmuar Kosovën se sa tash. E pse mendoni se na kanë bë me ullë kokën? Po shiqa, kur dështon, nuk i marrin premtimet, nuk e zhvillon miqësinë, i vën Kosovën nën sanksione, Serbia s'ka sanksione, Kosova ka sanksione. Sanksione më duket ka Bielorusia, Rusia dhe Kosova.
Nuk di shka duhet tjetër me ndodhë Kosovës. Tash veç me radhë tërmet. Dhe më thënë, ma keq politikisht, lutemi që mos bjen as tërmet, do më normalisht, kush nuk e dëshon në botë, por po thash kanë bëk tërmet politik, sepse i kanë degradu, dhe më thënë, raportet ndërkombëtare të Kosovës, diplomacinë e Kosovës, kurse kis një kush, dhe më thënë, kur jenë sancioni, vjen Kaja Kallas në Tiranë, e nuk vjen në Prishtinë, se Kosova është problem kyç, ende problem që po vlën. Edhe ka qenë dashur të marrë me dhënë një mesazh në Prishtinë. Po e din se s'ka me bisedu në Prishtinë, edhe nëse bisedon, nuk i majnë premtimet, nuk i majnë fjalët. Si ta kthejnë shpinën, i thonë diçka tjetër, veprojnë këtë diçka tjetër, bojnë politika populiste, politika nihiliste, domethënë për me mohu gjithçka që është arritë deri tash. Edhe për me mujtë me kryue vetë vetës se gjoja, historia, fillon në 2021 historia Kosovës. Fakt, kur kanë ardhur në pushtet, o konë përmbyll historia Kosovës. Dhe më thonë, historia Kosovës ka filluar në vitet 90-ta, politikisht, ka ndodhë në vitin 98 dhe 99 me luftën e UÇK-s dhe me ndërhyrjen e NATO-s, ka ndodhë Rambujeja në 99-ën, pastaj është shpall me 17 shkurt 2008 dhe është mbyll historia Kosovës. Nëse dikush dënë me hynë histori, që ka dikush dëshirë, dikush mendon edhe vepron për mujt me hynë histori, jo me bo shtetin, me ndërtu shtetin. Edhe tash jenë të vënum këta, këta janë politikanë të vënum. Dhe më thonë, edhe me politikanë të vënum, që s'kan experience, që s'kan ekspertizë, s'kan dëshmi, që janë të gatshëm me bërë sakrifica personale, familjare, për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe për shtetin e Kosovës, prej atyre, do më thonë, po shivet shka kemi. Kështu që, për këtë arsye, unë i kam qujtë politikanë të shtak, dhe si mas mendimit tim, janë politikanë të shtak, sepse e kanë dështu shtetin e Kosovës. Përmendet gjithë aktorët politikë të cilët e kanë shkru historinë e Kosovës, pra, kanë prej qeverisë të kaluar ju i shihni si më të rrymfues që kanë lënë gjurmë në historitë kombëtare, shqiptare dhe kosovare më saktësisht. Çdo shtet, domethënë ka ato figurat si i quhen etër të shteteve, të shoqërive tyre nacionale. Të fillu për SBA-ve që kanë Lincolnin, Rooseveltin e emrat mëdhajt të Shtetit Bashkuar të Amerikës, po kthehemi tash në Shqipëri Ismail Qemalin, Luiz Gorakuqin, pastaj e kanë në Itali, domethënë autoritetet e veta që kanë bojë Italin, Gjermania i ka pashtu, Kosova i ka etrit e pavarësisë që janë Ibrahim Rugova, ish presidenti Ibrahim Rugova dhe ish presidenti Hashim Thaçi. Pse janë? Se s'mundesh me jamëhu, pëlqyn apo nuk të pëlqyn. Ibrahim Rugova i ka nu themelet politike, të pluralizmit politik dhe të politikës, zgjidhjes politike të çështjes Kosovës. Me themelimin e LDK-s, pastaj në themelu dhe parti tjera, demokraciane, socialdemokrate, liberale, edhe tjera të kemi qenë pjesa sa lëvizje. Domani ka vu themelet, edhe i ka hap dyrt, i kemi hap dyrt, edhe s'ka pas zyrën në botë, as autoritet në botë që nuk kemi taku para lufte. Për me mujt mi abo e qartë, kush është Kosova, çka dën Kosova, çka do të me bo me Kosovën. Domani në vu themelet, pastaj ka ardhur koha e luftës, është konzumu politika pasore, ka dalë, domani s'kenë ushtria qendrore e Kosovës, që ka qenë moment historik, i domosdoshëm, i imponum, pa dëshirën tonë, domethënë, edhe ka ardhur Rambujeja, krye delegacion të Rambujes është vue komandanti i shtabit përgjithshëm të UÇK-s, ish presidenti Thaçi, i cili është edhe shpallës i pavarësisë Kosovës në 2008. Kështu që këta janë etrit e pavarësisë, por janë edhe dhjetra, qindra njerëz tjerë që kanë kontribu, që meritojnë respekt edhe duhet me respektu. Unë kur i dëgjoj sot, të thonë
klasa stërvjetruar politike, asnjë shtet në botë normal, asnjë shoqëri normale, veç në shoqëri abnormale, ekstremisht e smuar, në lider që është ekstremisht i smuar, e mohon të kaluamën historike dhe politike të shtetit vetë. Kjo është një sigur fëmia me i mohu prind. Me thonë, a gjuj se o vjetru baba, o vjetru nana, gjuj tash, gjuj në shport. Kjo është nonsens, kjo është edhe krim, sepse çështja e Kosovës është histori në kontinuitet. Çdo vit, çdo muaj, çdo ditë, për këtë Kosovë dhon gjak, mundi, njerëz dhe lot për me bën realitet lirinë dhe barazinë e Kosovës. Kosovën kërkuj s'ja ka lënë baba amanet me bo shka dën me ta. Kosova është e gjithë shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve tjerë pakicave, të cilët e akceptojnë dhe pranojnë Kosovën si shtet tyre, edhe janë banorë të Kosovës. Edhe kanë po ashtu, domethënë të drejtë me jetu edhe të tjerë që domethënë e marrin me ato procedurë shtetësinë. Kosova është një shtet demokratik. Kështu që për këtë arsye i kam thujt dështak, edhe për këtë arsye tash edhe sot e kësaj dite nuk po mujnë me dal prej vetvetes. Ju dini, për shembull, si mundet një burr shtetas, nëse mund të quhet burr shtetas, për mua nuk është burr shtetas, me i quajt klasa stërvjetruar politike, hajvanata. Nuk guxon. Nuk guxon në kulturën e edukatën politike, asnjë burr shtetas, asnjë lider me quajt ata të cilët kanë merita. Sepse atëherë duhet më u bë pyetjen, ku keni qenë ju gjatë lufte ti Vjos e ti Albin, kur ne jemi vra, jemi pre, jemi pushkatu, jemi djeg, ku keni qenë? Kështu që atëherë është një pikpyetje madhe që duhet me vra ndërgjegjen e tyre, edhe me pas kujdes kur të merren me familjet e dëshmorëve, me shpjestarët e UÇK-s, me invalidët të luftës, me familjet që kanë martir, me familjet që kanë dëshmor, që kanë hero, edhe me nonat. Jo tash për shembull, në fushat më shku me vizitue nonën Ferdonie në Gjakovë, vetëm kur është fushata. Pastaj te në zgjedh dash me harruas mos më mërzit për ta që ekziston. Kështu që për ta jam kritik. Edhe nëse don me krijuan miq, për ta unë kam edhe kundërshtar shumë, edhe më vjen mirë, se nëse s'ki kundërshtar, nuk ekziston. Sepse unë e tham të vërtetën. Edhe hiç nuk mërzitna kush është në pyetje. Sigur e kam thonë të vërtetën kundër Miloševićit, ballë për ballë në gjatë demonstratat që i kam organizuar, edhe që i kam prinë në vitin 98, e kam thonë se ky është kriminal, ka me përfundu në Hag, është ka bën gjenocid në Kosovë, e kam thonë publikisht. Edhe për ata jam arrestuar, por as më interesojnë më arrestimet, sepse jetën tonë, na që kemi pas për një mend, me bo lirinë dhe barazinë e Kosovës, jetën tonë e kemi vënë tavolinë çdo ditë, kush dën që i nevojitet me marë në shkëmbim për lirinë dhe barazinë e Kosovës, është në rregull. Domthonë nuk ka pas kuptim jeta jonë pa liri dhe pa pavarësi. Kështu që nuk du me fol fjalë të mëdha patriotike, se nuk jam e aty ne. Mirë po, askush nuk ka drejt me i mohu vlerat e klasës politike, vlerat e shejta të ushtrisë të Kosovës, nonat e dëshmorëve, fëmijët jetima, motrat e dëshmorëve, nuset që kanë met në shtëpi, me rrit fëmijët e dëshmorëve, edhe sot smërzitet kush për ata. Unë kam 12 antar të familjes vram në luftë, edhe familje shpallën herojët Kosovës, a vetë jam i papunë. Që 4 vite që jam shkarku, dhe më në mënyrën ma brutale, ma kriminale të mundshme. Se me pas ligjë, dhe më në s'ka guxu mas pare mu shkarku, po s'kesh në guxu mu sjellë kështu me mu. Mirë po e kesh përdorin ligjin, kryeministrin për thirë prokuroria, për thirë gjykata, thot çfarë hadin një amortmanja, kush jeni ju? Ku guxon? Vrap dhe të më shku kur të thirë prokuroria, se e respekton shtetin tonë, institucionin tonë, se e kemi bo me gjak atë prokurori, edhe policinë e Kosovës. Kur të na nalën policia e Kosovës, dhe të me dalë prej makine me i përshëndet. Dhe më hanë.
Se vetë kemi bërë shtrinë e Kosovës, policinë e Kosovës, gjykatat e Kosovës, prokurin, domethënë vetë kena bërë. Edhe kur na nuk i respektojmë, kush i respekton atë? Kështu që ka shumë domethënë gabime këtu, edhe unë jam kritik edhe i flas, sepse nuk jam njëri që jam servil edhe jo bëj qefin politikanëve, s'ja kam bëj qefin asnjë politikani, edhe nuk mërzit na hiç, e paguaj shtrejt, po kam dëshirë me pagu shtrejt, kur të është në pyetje e vërteta. Së dhe drejta ne pam që sot kryetari i Kuvendit të Kosovës ende në detyrë zotëri Glau Konjusak sot ka thirrur të gjithë liderëve të partive politike për të mbajtur një takim me ta. Pra nga siç i quajti ai hajvana, pra tash po dërgon ftesa për koalicionet e mundshme qeveritare. Pra si e shihni juve, kush me kë do të bëj koalicion në qeverinë e ardhshme? Po shqeqa, po kthehet kjo çka thash unë, po më vërtetohet se kur kush nuk guxon me quajt askënd hajvan. Në fakt, pa kon hajvan vet, nuk mundesh me quajt tjerë hajvan. Domethënë, nuk guxon me quajt liderët, veprimtarët, na për flok, na për pluma, kemi ecë, na për mal. A më besoni që unë e kam kaluar 92-ën kufirin me traktor Kosovë, Maqedoni për më mujtë më shku në Kongres të Internacionalës Liberale në Gjermani. Me traktor në për mal. Më kanë lërgu sepse ishë punkti policor edhe më nalshin, s'mu isha morë pjesë Kongres, në për mal, në për pyll, kam kalu në Maqedoni, me traktor. Për më mujtë më shku me nëzirë një rezolut për Kosovën. Edhe ka jam këthy, kur jam këthy, atër kam kalu ka aty dhe jam arrestu. Kur i kanë po ato informatat, kanë ato gazetat që qëtëshin, s'ka lidhje ato, në histori. E tash, kush është ai, pekahit është ai që vjen edhe midis Prishtine, më 12 nacë, mas ndërhyrës që bane përvun me kësë përdor me atë serverin, përvun nuk mujten duket hakerat, nuk ja dolen, e atër dulen edhe thanë hajvanatat. Jo. Pra e thoni se vetëvendosja ka pasur kesh në bllokimin e serverit të kësaj? Shqat, ku ndodhi bashkë në server zgjedheve atë natë. Edhe doli se i fitun 58%. E qësh nuk doli që i fitoj për shembull një parti tjetër 58%. Po doli bashkë VV-ja që i fitoj 58%. Qësh si u bëja punë. Po kanë përvu me ndërhy, po se duket nuk e kanë dalë, se ka pas sistem mbrojtës, se ja kanë dalë, pak nervoz që nuk ja dalën, edhe dalën me festu humbjen në shesh. Se kur nga Zimestan që e festojnë serbt humbjen, edhe nga mlefi i qyti krejt në qyti hajvanata, me një fjallor huligani, nuk u zëm i qyti ashtu. Edhe kjo është një dëshmi se Kosova tash momentalisht qytetarët e Kosovës ja dhanë kartonin e verdhë lëvizjes vendosje, a si mas mendimit tim ka qenë tash me dhanë kartonin e kuq, për kesë qeverisje. Mirë po nuk o vonë, se mas kartonit verdhë gjithmonë pasën kartoni kuq në sport. Kështu që edhe tash nuk po mundet me bo qeverin, si një qeveri që më varet për Adem Hoxhës, që është dora djathtë e Radojčićit dhe i listës serbe, se në tjetër punë nuk bëjmë në Kosovë. Unë për veti asnjë punë tjetër nuk bëj, që 35 vjetë. Është dora e zgjatën e Radojčićit e listës serbe, me bën një qeveri dhe me ata që i kontrollon lista serbe, atërë ma mirë është mësë me bëheq, shka duhet aja qeveri. Nuk është qeveri që është në shërbim të Kosovës. Edhe një qeveri me pakicat, me nëzi, se njani me bë muftof, e ka një grip, së mëtë me shku, së mëtë me votu kur gjo. Nuk bëhet qeveria me 61, e me 60, e me Adem Hoxhën, s'pe përmen një tjertë, kam respekt për këta tjertë. Minoritetet, gjithë kam respekt. Si jam luftëtar për mbrojtjen e minoriteteve. Kështu që mirë pa nuk është funksionale. Kështu që ka qenë dasht me Albin Kurti me u vëdejsu, me zbrit nga dale
në tokë, edhe dikush mi a thonë që nuk je baba i Kosovës, më është më konë baba e një vajzë, kam dëgju që ka një vajzë, Norvegjia tje, jarujtë zoti, ku do që ta ka, shola i rritet, e lumëtër, mirë për nuk je baba i Kosovës. Kosova s'ka babë. Kosova është Kosovë, është shajtë. Kosova ka me mija babalarë dhe nana që rrisin fëmit edhe rrisin gjeneratën e re që kanë me gëzu lirin dhe pavarësinë e Kosovës. Dhe kërë e lejan vetës me i thonë babë votusit e vetë, këta ka bo Enver Hoxha, këta ka bo Stalini, këta ka bo Miloševiqi, po nuk dhëtë me bo një shqiptari Kosovës këta. Dhe për këtë arsy, ajo këndasht me thirë partitë mëdha, PD-kën, LDK-n, me i thonë se ka ndryshu situata globale politike në botë, e ja ulmi rreth sofrës bashkum, sikur Skënderbeu që i bashkoj me 2 mars 1444 gjithë princat shqiptar për më mujtë me mbrojt Arbërin, edhe mi afru kret. Qaj është për mu lider? I afron. E thotë, shka mund është me morë përgjithësi ti, shka mund është me boti, përvojët e kretve, shka mund me bo bashk, sepse ka ndryshu situata në Washington, ka ndryshu situata në Evropë, po ndryshon situata në NATO, po ndryshon geopolitika, po ndryshon rajoni, Serbia besa ka morë autoritet ndërkombëtar diplomatik, Kosova ka morë goditje ndërkombëtare diplomatike, edhe me afru. Edhe nëse ti vetë kënaqësh se e takon, se s'po du me bo faktor këtë Adem Hoxhën, se s'është kurfar faktor e që. Dhe më thonë, edhe plajmë në media se e takova Adem Hoxhën, Adem Hoxha di se është i listës serbe, edhe Vjosa Osmanin mendimin e listës serbe Tradoqiqit e kanë pas gjellë presidentin atë kohë, kështu që në qashtje dëmon që ata dhëtë me bani qeveri që i ka numrat, i ka spakti 80 deputet, që garanton edhe zgjedhjen e presidentit të ri, se Vjosa Osmani do të me shku në shtëpi, ka bo përqamje, ka hesht, kur i ka prish kurti i raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, skajshmërisht aja 4 vite ka hesht, tash ka nis pak mund gjallë, kur ka pas se po i afrohet fundit mandatit për me rujt pozicionin e vetë të Amerikanët, po ta shëvonë, se Amerikanët shënojnë çdo ditë, ata mojnë mend. Domethënë, kështu që me zgjedh pastaj në vitin e ardhshëm presidentin ose presidentin e re, si mundet më kanë edhe femër, domethënë, edhe Kosova me shikue, me sanu raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me bo hapa drejt Bashkimit Evropian, antarësimit Bashkimin Evropian, antarësimit në NATO, drejt stabilitetit, edhe më bo shtet normal. Mësë më bo shtet i grupacioneve, shtet i individve, shtet, më staquj me fjesë, s'kam dëshirë shumë më shpre fjallë kësia. Mirë po, kështu, Kosova është një pikë zezë në Evropë, tash për tash. Zoti Dedaj, me gjithë këtë bagazh politik që juve keni, a do t'ju shohim në skenën politike dhe me kë mendoni se i keni të parafërta mendimet e juaja me cilën parti nëse veç jeni pjesë? Po, unë mas pari, deri atë ditë që të vdes, nuk pushoj për me dhonë kontributin e tim, aty ku mendoj që është i nevojshëm për lirin, kuptohet gjithësi, por edhe për shtetin e Kosovës, edhe antarësimin në Bashkimin Evropian, edhe antarësimin në Kosovës në NATO. Nuk nalna. Qofsha individ, qofsha në një grupacion politik, unë jam president nderi i Partisë Liberale të Kosovës. Partia Liberale të Kosovës ka koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, se jemi parti, me orientim liberal-demokrat, vlera evropiane, vlera euroatlantike, edhe une këtë kapacitetin edhe qenjen time, dijen time, e shkri me bashkëpunim me njerëz të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe aty jam une. Edhe nëse Kosova ka nevojë për mu, këtu jam në Prishtinë, mujnë me mftu, në qatë pikë ku të mvenë, qatë pikun e lëvizjeve që e përpara.
Nuk ka nevoj për mu, ka nevoj me mësu, që nuk jam në kundër këtëne që po hynë deputet ka 22 vjeqarë. Mirë është që i kemi. Po deputetit do të me pas një ekspertiz, një përvoj. Deputetit s'ka lexu kur ligjë, s'ka pas kur as gjirologari, s'ka qenë kur në politikë. Për çfarë deputeti mund të flasim? Se unë për vete, kur kam qenë në dhomën e lordave në Britani të Madhe, ose në parlamentin britanik, ose në Bundestagun gjerman, 90% i kam pa njerëz që kanë pas flokë sikur të mia të bardha. 90%. Nuk jam në kundër trive, po trit do të mi përgatit me përvoja, sepse Kosova ka me metë ndur trive. Edhe është mirë që kemi një gjenerat të re, që është shumë e mirë, që ka me një ditë, me e udhëheq Kosovën drejt, ka duhet drejt NATO-s, drejt Bashkimit Evropian. Mirë po tash unë s'po du me përmend, tash nëse je këngator i mirë, ose je nuk do më thonë që tash je dhe deputet i mirë. Këto problemi për cilën unë flas, edhe shpesh herë atër më kritikojnë, që tash për kur të emitohet komision, me bo me hy në komente, se unë gjithë ka deklarë, kur hynë komente, unë nuk i lexoj, se ata që bëjnë komente ndaj liderëve politik, kur flasin të vërtetën, ata janë, që më thonë, milingona, hiena, rogaqe, huligan, dhe se s'lojnë, ata që atë punë e kanë, edhe unë kur s'merram ato, absolutisht, asnjëherë, sepse mirë po, unë e mendoj se është koha e fundit që na mu parafru, me shiku njëri tjetrin në sy, me i kalu pak do gjona që shka kanë qenë të kalumen, edhe hajvanati le të kalohet, dhe më thonë, edhe fymjet, edhe me mënu për të nesërmen, me mënu shka për të Kosovën, me u bo bashk, me u bo një qeveri legitime dhe legale, me një autoritet, as një qeveri, qoftë pozita, qoftë opozita, që është me gjarët e një deputet, aja s'ka as legitimitet, as s'ka autoritet. Zoti Deda, ju në falemderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodezët na shpaloshës gjithë këtë përvojën tënde politike, të cilët keni dhënë mjaft shumë për lirinë e vendit të Kosovën, të cilën ne e gëzojmë sot. Faleminderit shumë për ftesën, respekt për ju. Të nderuar shikues të Infodez, kaq kishim për këtë emision, deri në emisionin e radhës, mirë mbetëshi.